Në Kosovë nuk janë të rralla rastet kur një qytetar shkon me marrë shërbim mjekësor në spital publik, edhe aty nuk e gjen doktorin që ish dashur me kanë në vendin e tij të punës. Në disa raste mungesa e doktorit arsyetohet, por në disa raste të tjera, doktorët mungojnë pa arsye, i neglizhojnë pacientët në spitalet publike dhe koncentrohen për t'i ofruar shërbimet e tyre në spitale apo laboratore private ku dukshëm paguhen më mirë. Që një rast i cili është zbuluar nga hetuesit policor e i cili ka përfunduar në prokurori. Dëfrim Kërçagu është specialist radiolog i cili ka qenë duke punuar në qendrën e mjekësisë familjare në Rahovec, ku edhe vazhdon të punojë ende. I njëjti dyshohet se në qershor të vitit 2023 e ka pranuar një ofertë dhe ka lidhur një kontratë për me punu me orar të plot në një spital privat në komunën e Prizrenit. Gjithçka që do të flasim pra është e bazuar në dyshimet e para nga provat e mbledhura prej hetuesve policor, por edhe në dokumentet zyrtare nga Inspektorati Shëndetësor. Dëfrim Kërçagu ka punuar në spital privat në Prizren për rreth 2 vite. Kontrata e Dëfrim Kërçagut me spitalin privat në Prizren ka qenë 1 vjeçare, prej qershorit të vitit 2023 deri në vitin 2024 dhe pastaj kontrata tjetër është vazhduar prej vitit 2024 deri në vitin 2025, kur edhe ka nis hetimet policore dhe të prokurorisë ndaj Kërçagut. Kontratat kanë qenë për orar të plot, pra 40 orë në javë që i bie 8 orë në ditë. Në kontratën e parë, pra në vitin e parë, Dëfrim Kërçagu është paguar 2500 euro pagë neto nga spitali privat në Prizren, ndërsa në kontratën e dytë është paguar me pagë 2000 euro. Logjikisht, derisa je i angazhuar në spital privat me orar të plot, nuk ke mundësi me majtë edhe vendin e punës edhe në QKMF, ku ka qenë i angazhuar Dëfrim Kërçagu si radiolog. Ani pse duket e pamundur, radiologu Dëfrim Kërçagu dyshohet se ka bo këtë veprim. Pra ani pse ka lidhur kontratë me një spital privat, nuk e ka lënë punën në QKMF në Rahovec dhe i ka mbajtur 2 vendet e punës paralelisht. Pra Kërçagu i ka marrë 30.000 euro në vit pagë neto nga spitali privat në vitin e parë të punës në spital privat dhe 24.000 euro në vitin e dytë, që në total i bie se i ka përfituar për 2 vite 54.000 euro të pastërta nga spitali privat. Shto këtu pastaj edhe pagën që e ka marrë për çdo muaj në QKMF në Rahovec. Kjo ka vazhdu deri kur hetuesit policor prej krimeve ekonomike ka nis hetime në QKMF për mos prezencën e Kërçagut në vendin e tij të punës në Rahovec, pra në QKMF. Kjo çështje tashmë është në prokurorinë themelore në Xhakov, e cila ka konfirmuar rastin për Gazetën Nacionale, edhe rasti është inicuar si keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, dhe rasti është ende në fazën e grumbullimit të provave nga prokuroria. Për këtë rast, është njoftuar edhe Inspektorati Shëndetësor, i cili normalisht që ka ndërmarrë masa, ku me rastin e inspektimit më 9 korrekt të këtij viti në spitalin privat në Prizren, por edhe në QKMF në Rahovec, e ka kërkuar një deklaratë me shkrim nga radiologu Dëfrim Kërçagu, i cili po ushtronte veprimtarinë në 2 institucione shëndetësore, pothuajse në të njëjtën kohë, në të njëjtin orar të punës, e i cili është urdhëruar nga inspektorati për me tregu me shkrim se në cilin vend të punës ofron shërbim shëndetësor me orar të plot. Sipas raportit të Inspektoratit Shëndetësor, Dëfrim Kërçagu nuk e ka respektuar urdhrin e inspektoratit, kështu që është gjobitur me shumën prej 1.000 eurove, të cilën nëse e ka paguajtur brenda 15 ditëve, u liru prej pagesës prej 50% të shumës, pra ka pagu vetëm 500 euro gjob. Gjithashtu, Inspektorati Shëndetësor ka gjobitur edhe drejtorin e QKMF-s në Rahovec, Elbunit Kryeziu, me 1.000 euro, ndërsa këtu që po ishin në foto ishin konstatimet e inspektoratit gjatë inspektimit në QKMF në Rahovec. Ani pse Elbunit Kryeziu në deklaratën e tij para Inspektoratit Shëndetësor ka deklaruar se Dëfrim Kërçagu punon në QKMF në Rahovec prej vitit 2019. Gazeta Nacionale ka kontaktuar edhe me radiologun Dëfrim Kërçagu, i cili ka thënë se në QKMF punon qysh prej vitit 2011 si mjek specialist i radiologjisë. Kërçagu për Nacionale ka thënë se në QKMF është angazhuar vetëm për t'i ofruar shërbime qytetarëve, për të mos i maltretuar ata që të shkonin në komuna tjera për t'i marrë këto shërbime. Ai ka deklaruar se që nga viti 2011 nuk e ka ndërprerë asnjëherë punën në QKMF në Rahovec, pozitë e cilën sipas tij vazhdon ta bajë ende. Ai ka thënë se në momentin e inspektimit nga inspektorët nuk ka qenë në vendin e tij
të punës në CKMF, sepse e kishte kryer ndërrimin. Kërçagu e ka mohuar se ka qenë i angazhuar me orar të plot në spitalin privat në Prizren, ani pse kontrata me spitalin privat prej provave që i ka mbledh policia thot diçka tjetër, duke thënë se aty është i angazhuar me gjysmë orari dhe e ka pranuar se spitali në fjalë e ka shfrytzuar licencën e tij. Pas gjithë këtyre detajeve dhe dokumenteve, tash i mbetet prokurorisë me i mbledh provat edhe me dëshmu ato se çka ka bërë Kërçagu me kontratën e tij që e ka nënshkruar me spitalin privat, prej të cilit ka përfituar të ardhurat të majme, si dhe asaj që ka deklaruar se aty ka qenë i angazhuar vetëm me gjysmë orari. Pra i mbetet gjykatës për me vërtetuar pastaj se çka thon palët. Gazeta Nacionale për gjitha këto detaje dhe për këtë raportim ka provuar me marrë përgjigje edhe prej spitalit privat në Prizren, por edhe prej Elbunit Kryeziut nga CKMF-ja në Rahovec. Për të njëjtit nuk kanë dhënë përgjigje rreth rastit, të paktën deri në publikimin e kësaj video.